Klub Futboll Shiroka është e dashuruar me trajnerët e huaj. Pas një provoje pozitive me trajnerin Italo-Argentinas Mattias Tatangelo, i cili duke patur në krah kolegun e tij Arditmani, bëri një paraqitje të mirë gjatë fazës së parë të kampionatit, i larguar në ndryshimin e viteve me destinacion Pankinën e Lirisë. Drejtuesit e Shirokës kanë gjetur menjëherë pasuesin e tij. Ai është një tjetër i huaj që këtë radhë vjen nga një tjetër vend tradite i futbollit si Portugalia. Bëhet fjalë për Andre Jasmins, i cili është prezantuar zyrtarisht në mbrëmjen e së hënës në mjediset e Grantët e Europa nga menaxheri Ervis Mloja, njëkohësisht edhe në cilësinë e drejtorit sportiv të Klub Futboll Shiroka. Andre Jasmins vjen në këtë detyrë duke sjellë me vete edhe kolegun e tij Pedro Miranda, i cili do të luajë rolin e zëvendës trajnerit. Klubi KF Shiroka në rrjetin social shkruan: "Mirë se vjen në Shkodër Andre Jasmins, klubi ynë ka kënaqësinë të njoftojë emërimin e tij si trajnerin e ri të ekipit." Tekniku portugez vjen në Shkodër me një eksperiencë të pasur dhe me një filozofi moderne futbolli, duke sjellë profesionalizëm, disiplinë dhe vizion të qartë për të ardhmen. Pjesë e stafit teknik do të jetë edhe Pedro Miranda, i cili do të ushtrojë rolin e zëvendës trajnerit. Jemi të bindur se eksperjenca e tyre dhe përkushtimin në punë do të kontribuojë në zhvillimin dhe rritjen e ekipit, me objektiva të qarta për të ardhmen. Mirë se vini në familjen tonë dhe ju urojmë shumë suksese me ngjyrat tona. Zyrtarizimi i stafit të ri teknik vjen pas dy firmave shumë të rëndësishme me futbollistët Jakob Ndreshaj dhe Arlind Kalaja, ndërkohë që deri në fatin e mbylljes së merkatos dimrore, presidenca pritet të zyrtarizojë edhe emra të tjerë futbollistësh cilësor, në mënyrë që skuadra të jetë gati për fazën e dytë të kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë, starti i të cilës do të jetë me 31 janar.